Në arkivat e brendshme të Partisë Demokratike ekziston një dosje me kodin PD98 që vetëm 5 persona në gjithë Shqipërinë e kanë parë ndonjëherë. Brenda kësaj dosjeje gjendet një dokument i nënshkruar në vitin 2011, pak muaj para se Bujar Nishani të bëhej president i Republikës. Ky dokument përmban 15 pika konkrete që Nishani pranoi të zbatoj në këmbim të mbështetjes për postin më të lartë në shtet. Disa nga këto pika ishin aq sensitive sa vetë Nishani i ruante në një kasafort personale në zyrën e tij presidenciale. Pas largimit të tij nga posti, dosjeja u transferua në një vend të fshehtë, dhe sot vetëm disa ish funksionar të lartë të partisë e dinë se çfarë përmbanin ato dokumente. Por pyetja që të gjithë e bëjnë është kjo: a ishte Bujar Nishani një rob i detyruar i marrëveshjeve sekrete, apo një lojtar i vullnetshëm që pranoi të luante sipas rregullave të dikujt tjetër? Shkurt i vitit 2008. Bujar Nishani ishte ende një emër relativisht i panjohur në skenën kombëtare shqiptare. Ai kishte shërbyer si ministër i brendshëm nga viti 2005 deri në 2007, por karriera e tij ishte larg asaj që do të bëhej. Nuk kishte asnjë shenjë që ky jurist nga Durrësi do të arrinte më vonë në presidencë. Por diçka ndryshoi në atë periudhë. Sali Berisha, i cili drejtonte vendin si kryeministër dhe ishte lider absolut i Partisë Demokratike, filloi të shikojë Nishanin me sy të ndryshëm. Jo si një bashkëpunëtor të zakonshëm, por si dikë që mund të shërbente për planet afatgjata të tij. Takimi i parë vendimtar mes tyre ndodhi në një mbrëmje dimri në rezidencën private të Berishës në Tiranë. Aty, larg syve publik dhe kamerave, u diskutua një marrëveshje që do të ndryshonte përgjithmonë destinë e Nishanit. Kur hyri në atë rezidencë, Nishani nuk e dinte ende se çfarë e priste. Ai ishte thirrur për një konsultim të rëndësishëm, siç i thanë zyrtarët e afërt të kryeministrit. Dhoma ku u prit ishte e mbushur me aroma duhani kubanez dhe një tension që pothuajse mund të prekte. Berisha e priti ulur në një koltuk lëkure, me një shprehje që ishte njëkohësisht miqësore dhe kërcënuese. Bujar, ka ardhur koha që ti të bësh diçka më shumë për partinë, i tha ai pa hyrje në lojë. Këto fjalë tingëllonin si një kompliment, por Nishani e kuptoi menjëherë se pas tyre fshihej një kërkesë e parefuzueshme. Biseda që vijoi zgjati mbi 2 orë e gjysmë. Berisha foli për vizionin e tij për të ardhmen e Shqipërisë, për armiqt e brendshëm dhe të jashtëm të partisë dhe për nevojën që të kishte njerëz besnik në pozicione kyçe. Shqipëria ka nevojë për lider që nuk tremben, që kuptojnë se politika është luftë, tha ai në një moment. Nishani dëgjonte në heshtje, duke e ditur se çdo fjalë që do të thoshte në atë dhomë do të kishte pasoja. Çfarë e bëri Nishanin të pranojë? A ishte ambicia personale, apo diçka më e thellë? Ata që e njohin nga afër thonë se ai ishte një njeri me një përzierje komplekse nderi dhe frike. Nga njëra anë, Nishani kishte një dëshirë të fortë për t'u njohur, për t'u provuar se ishte më shumë se një burokrat i thjeshtë. Nga ana tjetër, ai e dinte shumë mirë se refuzimi i një oferte nga Berisha nuk ishte vetëm një jo politik, por një akt që mund të shënonte fundin e çdo perspektive karriere. Në Shqipërinë e asaj kohe, Berisha ishte më shumë se një lider partie. Ai ishte një forcë që kontrollonte institucionet, mediat, biznesin dhe edhe drejtësinë në një masë të madhe. Të thuash jo Berishës nuk ishte thjesht të humbisje një mundësi, ishte të bëheshe një armik. Dhe Nishani, pavarësisht nga inteligjenca e tij juridike, e kuptoi se nuk kishte hapësirë reale për zgjedhje. Ai duhej të luante me rregullat që i vendosën, ose të largohej nga loja plotësisht. Pak javë pas atij takimi, Nishani u emërua në një pozicion të ri brenda strukturave të partisë. Ishte një rol që në sipërfaqe dukej teknik dhe administrativ, por në realitet ishte një pozicion strategjik që i jepte akses në informacione sensitive dhe rrjete të brendshme të pushtetit. Ky emërim nuk u bë publik me fanfara. Nuk kishte konferenca shtypi, as deklarata të mëdha. Thjesht një njoftim i shkurtër në faqen e partisë dhe një email i brendshëm për funksionarët e lartë. Por për ata që e kuptonin gjuhën e pushtetit, kjo ishte një sinjal i qartë. Nishani tani ishte në rreth e ngushtë. Ai kishte hyrë në atë zonë ku vendimet merren në heshtje, ku besnikëria vlerësohet më shumë se kompetenca dhe ku sekretet janë monedha më e vlefshme. Ditët e para në këtë pozicion ishin një test. Nishani duhej të tregonte se mund të ruante informacione konfidenciale, se nuk do të fliste me gazetar, se nuk do t'i tregonte asgjë as familjes së tij për atë që mësonte. Por testi real erdhi disa muaj më vonë, në verën e vitit 2009.
Partia Demokratike po përballej me një krizë të brendshme. Disa antar të vjetër të partisë kishin filluar të shprehnin pakënaqësi me stilin e udhëheqjes së Berishës. Ata flisnin për nevojën për rifreskim, për hapje ndaj gjeneratave të reja, për më shumë demokraci të brendshme. Këto ishin komente të lehta, të bëra në mënyrë të maskuar në intervista apo në rrjetet sociale. Por Berisha i interpretoi si fillimin e një rebelimi. Ai e dinte nga historia se rrëzimi i liderëve të mëdhenj fillon gjithmonë me pakënaqësi të vogla që lejuan të rriten. Dhe ai nuk kishte ndërmend të bënte atë gabim. Nishani u thirr në një mbledhje urgjente në zyrën qendrore të partisë. Kësaj here, atmosfera ishte krejtësisht ndryshe nga takimi i parë. Nuk kishte më buzëqeshje diplomatike. Berisha ishte i tensionuar, nervoz, i zemëruar. Duhet të gjejmë se kush po organizohet kundër nesh, tha ai duke goditur dorën në tavolinë. Dhe ti je ai që do të ma gjesh. Kjo ishte detyra e parë reale e Nishanit. Jo të jap këshilla ligjore, jo të organizoj evente partie, por të identifikoj dhe neutralizoj potencialin rrezik nga brenda. Ai u dha akses në komunikime të brendshme, u njoh me rrjetet informale të antarëve të partisë, filloi të takojë privatisht me njerëz për të marrë pulsin e situatës. Në të vërtetë, ai po bëhej syri dhe veshi i Berishës brenda strukturave. Ishte një rol që kërkonte aftësi të veçanta. Nishani duhej të ishte mjaft miqësor që njerëzit të hapeshin me të, por mjaft i ftohtë për të raportuar çdo informacion tek leadershipi. Duhej të dukej si një koleg solidar, por në realitet të ishte një raportues. Kjo përvojë e ndryshoi Nishanin në mënyra që ai vetë nuk e kishte parashikuar. Për herë të parë në jetën e tij, ai po mësonte se politika në nivelet e larta nuk ka lidhje me ideale apo programe. Ishte një lojë e pushtetit të pastër, ku mbijetonte ai që luante më mirë, jo ai që kishte të drejtën. Raporti që Nishani dorëzoi pas 3 javësh hetimi ishte i detajuar dhe i pamëshirshëm. Ai identifikoi 6 antar të partisë që kishin shprehur rezerva kritike për Berishën, dokumentoi takime private ku ishin diskutuar alternativa të mundshme për udhëheqje. Madje përshkroi edhe planet e mundshme për krijimin e një grupi presionit të brendshëm. Dokumenti kishte 18 faqe dhe përmbante referenca të sakta ndaj datave, vendeve dhe personave të përfshirë. Berisha e lexoi me kujdes të madh dhe buzëqeshi për herë të parë pas shumë ditësh. Ke bërë punë të shkëlqyer, bujar, tha ai duke mbyllur dosjen. Tani e di se mund të kem besim te ti. Ato fjalë tingëllonin si një shpërblim, por Nishani ndjeu një peshë të re mbi supet e tij. Ai kishte kapur një provim, por me çmimin e diçkaje që nuk mund ta kthente më. Ai tani ishte pjesë e një sistemi ku besnikëria ndaj liderit ishte më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Pasojat ishin të shpejta dhe të ashpra. 3 nga personat e identifikuar në raport u larguan nga pozicionet e tyre brenda partisë me justifikime teknike. Të tjerët u detyruan të bënin deklarata publike besnikërie ndaj Berishës. Një prej tyre, një ish-ministër me përvojë, u largua plotësisht nga jeta politike dhe u zhvendos në një vend tjetër. Askush nuk foli hapur për atë që kishte ndodhur, por brenda partisë të gjithë e kuptonin mesazhin. Çdo lloj pakënaqësie do të identifikohej dhe do të ndëshkohej. Dhe instrumenti kryesor për këtë ishte një rrjet njerëzish si Nishani, që raportanin drejt për drejt tek leadershipi. Kjo ngjarje krijoi një precedent. Nga ajo pikë e tutje, Berisha e dinte se në Nishani kishte gjetur dikë që ishte i aftë, i besueshëm dhe më e rëndësishmja, të gatshëm të bëjë punën e vështirë pa bërë pyetje. Për Nishanin, kjo ishte një victori që shionte hidhur. Ai kishte fituar besimin e liderit më të fuqishëm në vend, por kishte humbur diçka tjetër. Vetë respektin? Pavarësinë? Apo thjesht iluzionin se politika mund të jetë ndryshe? A e kishte Nishani mundësinë të refuzonte këtë rol? A mund të kishte thënë jo kur u kërkua të bëhej spion i brendshëm i partisë? Të afërmit e tij pohojnë se ai vuajti shumë me këtë vendim. Natën kur duhej të dorëzonte raportin final, ai nuk fjet fare. Ecte përmes dhomës së tij, duke u përpjekur të gjejë një justifikim moral për atë që po bënte. Jam duke mbrojtur partinë nga ndarjet, i thoshte vetes. Po siguroj stabilitetin që Shqipëria ka nevojë. Por edhe në ato momente, një zë i vogël në kokën e tij i thoshte të vërtetën. Ai po tradhetonte koleg për të mbrojtur karrierën e vet, po bëhej një pjesë e atij sistemi që kishte kritikuar kur ishte i ri.
Por në jetën reale, Nishani zbuloi atë që shumë politikanë zbulojnë me kalimin e kohës. Refuzimi i kërkesave të leadershipit nuk është një akt heroik që të shpërblen. Është një vetvrasje karriere që të harrohet shpejt. Dhe ai nuk ishte gati të sakrifikohej për një parim abstrakt. Jo kur kishte familje për të mbështetur, jo kur kishte ambicie për të realizuar, jo kur i gjithë sistemi i thoshte se kjo ishte mënyra normale e të bërit politik. Muajt që pasuan ishin të mbushur me sfida të reja. Nishani u fut në detyrën e brendshme të partisë dhe filloi të përfshihet në vendimmarrje gjithnjë më strategjike. Ai ishte në mbledhjet ku diskutoheshin kandidaturat për zgjedhje, ku caktoheshin fondet për fushata, ku merreshin vendime se cilat media do të mbështeteshin dhe cilat do të sulmoheshin. Në çdo takim, Berisha ushtonte një kontroll të plotë. Ai fliste më shumë se të gjithë të tjerët bashk, vendoste agjendën, interpretonte çdo diskutim në favor të pozicionit të tij. Dhe të tjerët, duke përfshirë Nishanin, dëgjonin dhe mirationin. Kjo ishte forma e demokracisë së brendshme në Partinë Demokratike. Jo debate të hapura, jo vote sekrete, por një konsensus i organizuar rreth vullnetit të një njeriu. Nishani e mësoi shpejt se si të lundronte në këto ujëra. Ai asnjëherë nuk kundërshtoi Berishën drejt për drejt. Në vend të kësaj, ai propozonte shtesa ose ndryshime teknike që në thelb mbështetnin linjën e vendosur. Kështu, ai dukej si një kontribues konstruktiv, jo si një përndjekës servil. Në vitin 2011, Bujar Nishani u emërua kryetari i Kuvendit të Shqipërisë. Ky ishte një pozicion i rëndësishëm, i treti më i larti në hierarkinë shtetërore. Për publikun, kjo dukej si një njohje e meritave të Nishanit, e aftësive të tij profesionale dhe përkushtimit të tij ndaj partisë. Por brenda strukturave, të gjithë e dinin se kjo ishte një emërim strategjik nga Berisha. Ai po poziciononte njerëzit e tij në të gjitha institucionet kryesore. Si kryetari i Kuvendit, Nishani do të kishte kontroll mbi agjendën legjislative, do të mund të ndikonte në proceset e votimit, do të kishte akses në të gjitha komisionet parlamentare. Dhe më e rëndësishmja, ai do të ishte një aleat i besueshëm në momentin kur Berisha do të kishte nevojë për mbështetje institucionale. Në fjalimin e parë si kryetari i Kuvendit, Nishani foli për demokracinë, për sundimin e ligjit, për transparencën dhe për gjegjshmërinë. Fjalët ishin të bukura dhe të sinqerta sipas të gjitha shfaqjeve. Por në atë moment, pak njerëz në sallë dinin për marrëveshjet që kishin sjellë Nishanin në atë podium. Pak njerëz e dinin se çfarë premtimesh kishte bërë ai dhe çfarë kompromisesh kishte pranuar të bëjë. Një moment kyç ndodhi në pranverën e vitit 2012. Partia Socialiste në opozit kishte filluar një seri protestash kundër qeverisë së Berishës. Akuzat ishin të zakonshme për atë kohë, korrupsion, abuzim me pushtetin, përpjekje për të kontrolluar drejtësinë. Por kësaj radhe, protestat morën një dimension më të madh. Dhjetëra mijëra njerëz dolën në rrugë, gazetarët ndërkombëtar filluan të raportojnë për krizën politike në Shqipëri, ambasadat perëndimore shprehen shqetësim. Për Berishën, kjo ishte një kërcënim serioz. Ai e dinte se nëse presioni ndërkombëtar shtohej, do të detyrohej të bënte lëshime. Dhe lëshimet në politik janë fillimi i fundit për liderët autoritar. Në këtë kontekst, ai i thiri më të besuarit e tij, duke përfshirë Nishanin për të diskutuar strategjinë. Mbledhja zgjati 6 orë dhe ishte një nga më të ashprat që Nishani kishte përjetuar ndonjëherë. Berisha ishte i zemëruar, i frustruar dhe i vendosur të mos lejonte që protestat të çonin në një destabilizim të qeverisë së tij. Në atë mbledhje u diskutuan disa opsione të ndryshme. Disa propozuan dialog me opozitën, të tjerë sugjeruan reforma të shpejta për të qetësuar tensionin. Por Berisha i hodhi poshtë të gjitha këto ide. Dialogu është dobësi, tha ai. Nëse fillojmë të bijem dakord me ta tani, nesër do të kërkojnë më shumë, dhe pas nesër do të kërkojnë kokën tonë. Qasja e tij ishte e ndryshme. Ai donte të përforconte kontrollin mbi institucionet, të siguronte se asnjë zgjidhje ligjore nuk mund të sfidonte vendimet e qeverisë dhe të përdorte gjithë mjetet në dispozicion për të dobësuar opozitën. Dhe kjo kërkonte njerëz besnik në pozicione kyçe. Nishani, si kryetari i Kuvendit, kishte një rol kritik në këtë plan. Ai duhej të siguronte se asnjë mocion i opozitës nuk do të kalonte, se seanca parlamentare do të menaxhoheshin në mënyrë që të minimizohej kritika publike dhe se çdo propozim ligjor i qeverisë do të miratohej pa vonesa.
Ishte një rol që kërkonte jo vetëm aftësi teknike, por edhe vendosmëri politike. Dhe Nishani priti të shkëlqej. Në muajt vijues, Kuvendi i Shqipërisë u kthye në një arenë betejë. Çdo seancë parlamentare shoqërohej me debate të ashpra, fjalime të zjarrta dhe në disa raste edhe me përplasje fizike. Opozita akuzonte shumicën për diktaturë parlamentare, për shkelje të rregulloreve, për bllokimin e çdo mundësie për debat real. Nga ana tjetër, shumica akuzonte opozitën për obstruksionizëm, për përdorim të dhunës, për përpjekje për të destabilizuar institucionet demokratike. Nishani, si kryetar, ishte në mes të kësaj stuhie. Dhe ai luajti rolin e tij me precision. Në çdo moment delikat, ai interpretoi rregulloren në favor të shumicës. Kur opozita kërkonte votim sekret, ai e refuzoi. Kur opozita kërkonte më shumë kohë për debat, ai e kufizoi. Kur opozita protestonte kundër një vendimi, ai ignoroi ankimet dhe vazhdoi mbledhjen. Publiku shihte një kryetar kuvendi që po përpiqej të mbante rendin. Por brenda dhomave të pushtetit, të gjithë e dinin se Nishani po zbatonte një skenar të shkruar tashmë nga Berisha. Por çmimi i kësaj besnikërie po bëhej gjithnjë e më i larë. Nishani po humbte respektin e kolegëve nga opozita, por edhe të disa nga shumica që e shihnin si shumë të varur nga Berisha. Reputacioni i tij si jurist i pavarur po shkatërrohej. Mediat filluan ta portretonin si një marionete, si dikush që nuk kishte kurrë të vetin, por thjesht ekzekutonte urdhra. Në shtëpinë e tij, familja e tij shikonte me shqetësim këtë transformim. Gruaja e Nishanit, që e njihte prej vitesh, shihte se ai po ndryshonte. Ai po bëhej më i mbyllur, më i tensionuar, më i distancuar. Nëse më parë ai diskutonte me të për çështje politike, tani mbante heshtje. Fëmijët e tij, ende të rinj, nuk kuptonin pse babai i tyre ishte gjithmonë në lajme, pse njerëzit në rrugë flisnin për të, pse disa e pëlqenin dhe të tjerët e urrejnin. Dhe Nishani nuk kishte fjalë për t'u shpjeguar. Si mund t'u thoshte atyre se ai kishte zgjedhur ambicionen mbi principet? Se ai kishte pranuar të luante një lojë të ndytë për të arritur në maj? Se çdo ditë që kalonte, ai po humbte pjesë të vetes për të fituar diçka që as vetë nuk e dinte nëse ja vlente? Në verën e vitit 2012, Nishani u thirr në një takim tjetër privat me Berishën. Kësaj radhe, atmosfera ishte krejtësisht ndryshe. Nuk kishte tension, nuk kishte urgjencë. Berisha ishte i relaksuar, pothuajse i kënaqur. Kam një propozim për ty, tha ai duke u shërbyer vetes një gotë whisky. E di që mandati i presidentit Topi po përfundon. Dhe e di që ne duhet të vendosim për kandidatin ton për president të ri. Nishani ndjeu zemrën duke ju rrahur më shpejt. Apo i ofronte Berisha atë që dukej e pamundur? Presidenti i Republikës? Pozicioni më i lartë në shtet? Por Berisha nuk e tha drejt për drejt. Ai vazhdoi të fliste për cilësitë që duhej të kishte një president, për besnikërinë që kërkohej, për rëndësinë e të pasurit dikush të besueshëm në atë pozicion. Dhe gjatë gjithë kohës, sytë e tij ishin të fiksuar tek Nishani. Një president duhet të kuptojë se ku vjen forca e tij, tha Berisha ngadalë. Ai nuk është i pavarur. Ai zgjidhet nga kuvendi dhe kuvendi kontrollohet nga partia dhe partia ka një lider. Pra, një president i mençur di se ai shërben një vizion më të gjerë, jo vetveten. Mesazhi ishte i qartë sa kristal. Nishani mund të bëhej president, por vetëm nëse pranonte të ishte një president që nuk do të vendoste asgjë të rëndësishme pa konsultimin dhe miratimin e Berishës. A kishte Nishani zgjedhje në atë moment? Në teori, po. Ai mund të kishte thënë se nuk e donte atë lloj presidence, se ai preferonte të ishte një politikan me integritet sesa një figurë dekorative. Por në praktika ishte ndryshe. Nishani kishte punuar gjithë jetën për të arritur në nivele të larta. Ai kishte bërë sakrifica, kishte pranuar kompromise, kishte luajtur sipas rregullave. Tani, në prag të majës më të lartë, si mund të refuzonte? Si mund të kthehej mbrapsht dhe të thoshte se gjithçka që kishte bërë deri atëherë kishte qenë e kotë? Berisha e dinte këtë. Ai e njihte psikologjinë e njerëzve si Nishani. Njerëz që kishin ambicie por jo guximin për të thyer sistemin. Njerëz që mund të kontrolloheshin me oferta që nuk mund të refuzoheshin. Dhe në atë moment, ai po e ofronte Nishanit një gjë që shumica e politikanëve shqiptar vetëm e ënderonin. Presidenca.
pozicioni që në letër ishte më i larti në shtet, edhe nëse në realitet ishte i varur nga ata që të zgjidhnin. Biseda zgjati mbi 1 orë. Berisha skicoi planin e tij për zgjedhjen e presidentit të ri. Ai shpjegoi se si do të siguroheshin votat e nevojshme në kuvend, se si do të menaxhojë opinioni publik, se si do të neutralizojë çdo opozitë e mundshme brenda partisë. Dhe gjatë gjithë kohës, ai e pyeste Nishanin për mendimin e tij, por në një mënyrë që bënte të qartë se këto nuk ishin pyetje reale. Ishin teste. Berisha po shihte nëse Nishani do të kishte guximin të shprehte shqetësime, apo nëse do të pranonte gjithçka pa diskutim. Nishani zgjodhi rrugën e sigurisë. Ai e lavdëroi planin, e falenderoi Berishën për besimin dhe shprehu gatishmërinë e tij të plotë për të shërbyer. Kur u largua nga ajo rezidencë, ai e dinte se kishte pranuar një marrëveshje që do ta përcaktonte jo vetëm karrierën e tij, por edhe trashëgiminë e tij historike. Ai po bëhej president i Shqipërisë, por me një kusht që nuk shkruhej kurrë në kushtetull. Ai do të ishte president, por jo i lirë. Në javët vijuese, makineritë e partisë filluan të lëviznin. Emri i Nishanit filloi të qarkullonte si kandidati më i mundshëm për president. Mediat miqësore filluan të publikojnë artikuj që lëvdonin karrierën e tij, profesionalizmin e tij, përkushtimin e tij ndaj vlerave demokratike. Ndërkohë, çdo zë alternativ brenda partisë u mbyll shpejt. Disa antar të vjetër që kishin shprehur interes për atë pozicion u thirrën në takime private ku u bë qartë se koha e tyre nuk kishte ardhur ende. Të tjerë morën oferta për pozicione të tjera në qeveri apo në institucione të ndryshme, si një formë shpërblimi për të mos konkuruar. Procesi i zgjedhjes së presidentit, që në teori duhej të ishte demokratik dhe i hapur, në praktik u kthye në një skenar të shkruar tashmë. Deputetët e partisë u informuan se kush ishte kandidati i preferuar i leadershipit dhe u kërkua që të votonin në përputhje. Askush nuk e pyeti nëse ata kishin preferenca të tjera. Askush nuk organizoi debate të brendshme për të krahasuar kandidatët e mundshëm. Gjithçka ishte vendosur tashmë. Në muajin qershor të vitit 2012, Kuvendi i Shqipërisë u mblodh për të zgjedhur presidentin e ri. Seanca ishte e mbushur me deputet, gazetar, diplomat të huaj dhe qindra qytetarë që donin të shikonin këtë moment historik. Nishani u ul në sallë, duke u përpjekur të dukej i qetë dhe i sigurt, edhe pse brenda tij kishte një stuj emocionesh. Ai ishte i vetëdijshëm se çdo lëvizje e tij po shikohej, çdo shprehje e fytyrës së tij po interpretohej. Kur erdhi momenti i votimit, votat filluan të lexoheshin një nga një. Pas disa raundeve votimi, shumica e nevojshme u sigurun. Bujar Nishani ishte zgjedhur president i Republikës së Shqipërisë. Salla shpërtheu në duartrokitje. Deputetët e shumicës festonin, ndërsa ata të opozitës largoheshin në shenjë proteste. Gazetarët shkrehenin shënime të shpejta për artikujt e tyre. Diplomatët shkëmbenin shikimet duke u përpjekur të kuptonin se çfarë do të thoshte ky emërim i ri për Shqipërinë. Dhe Berisha, i ulur në një vend të veçantë në sallë, buzëqeshte me kënaqësi. Plani i tij kishte funksionuar perfekt. Por çfarë kalonte në mendje të Nishanit në atë moment? A ndjente krenari për arritjen e tij, apo ankthim për atë që kishte pranuar të bënte? A mendonte për familjen e tij, për prindërit e tij që kishin ëndërruar për këtë ditë, apo për kompromiset që kishte bërë për të arritur aty? Ata që ishin prezent thonë se fytyra e Nishanit ishte një përzierje e emocioneve kontradiktore. Ai buzëqeshi kur duhej, lëvizte duart në shenjë falënderimi, por sytë e tij kishin diçka tjetër. Një lloj pendesje të heshtur, apo ndoshta vetëm frikës për atë që do të vinte. Sepse Nishani e dinte shumë mirë se presidenca nuk do të ishte fillimi i pavarësisë së tij. Do të ishte fillimi i një varësie edhe më të madhe. Ai tani do të ishte nën vëzhgimin e vazhdueshëm të Berishës, do të duhej të konsultohej për çdo vendim të rëndësishëm, do të duhej të provonte besnikërinë e tij çdo ditë. Dhe kështu, në atë moment të lavdis, bujar Nishani bëhej presidenti më i varur në historinë e Shqipërisë së pasluftës. Ditët e para si president ishin një përzierje euforike dhe ankthi. Nishani u zhvendos në rezidencën presidenciale, një ndërtesë historike në zemër të Tiranës që kishte pritur lider të ndryshëm për gjatë dekadave. Dhomat ishin të mëdha dhe të ftohta, me tavane të larta dhe mobilje që mbanin historinë e periudhave të ndryshme. Stafi presidencial e priti me ceremoni, por edhe me një distancë profesionale që e bëri Nishanin të ndjehej i vetmuar.
Ai ishte tani në maj të piramidës shtetërore, por kjo maj ishte më e izoluar se sa kishte imagjinuar ndonjëherë. Çdo mëngjes, ai zgjohej në atë rezidencë dhe shikonte nga dritarja drejt qytetit që supozohej se ai përfaqësonte. Por pyetja që e mundon ishte gjithmonë e njëjtë, apo përfaqësonte vërtet popullin shqiptar, apo thjesht po shërbente si një figurë që ekzekutonte vullnetin e dikujt tjetër? Këtë pyetje ai nuk ja bënte askujt me zë të lartë, por ajo e ndjekur në çdo moment të ditës. Takimi i parë zyrtar me Berishën si president ndodhi vetëm 3 ditë pas inaugurimit. Nishani u ftua në zyrën e kryeministrit, jo në atë të presidentit. Ky detaj i vogël ishte simbolik. Në teori, presidenti ishte figura më e lartë e shtetit dhe kryeministri duhej të shkonte tek ai. Por në praktikën e pushtetit shqiptar, hierarkia reale ishte e kundërt. Berisha e priti me një buzëqeshje të gjerë dhe një përqafim që dukej i ngrohtë, por që Nishani e ndjeu si një rikujtim i vazhdueshëm i marrëveshjes së tyre. Tani fillon puna e vërtetë, tha Berisha duke e ftuar të ulej. Presidenca nuk është vetëm ceremoni dhe fjalime. Është një pozicion strategjik që duhet të përdoret me mençuri. Ajo që vijoi ishte një monolog gati një orësh që zgjati mbi 1 orë e gjysmë. Berisha foli për sfidat që vendi po përballonte, për presionin ndërkombëtar, për nevojën që të gjitha institucionet të lëviznin në harmoni. Dhe kur thoshte harmoni, ai nënkuptonte në drejtimin që unë vendos. Berisha i dha Nishanit një listë me 15 pika që ai i quajti prioritete të përbashkëta. Kjo listë përmbante gjithçka, nga emërimet në institucione të pavarura deri te qëndrimi që presidenti duhej të mbante ndaj çështjeve të caktuara ndërkombëtare. Pika e parë ishte e qartë, presidenti duhet të koordinojë me kryeministrin para çdo vendimi publik të rëndësishëm. Pika e dytë, presidenti duhet të mbështesë reformat e qeverisë në çdo deklaratë publike. Pika e tretë, presidenti duhet të konsultohet me kryeministrin para çdo takimi me ambasador të huaj. Lista vazhdonte kështu, duke krijuar një rrjet detyrash që në thelb e kthenin presidentin në një zëdhënës të zgjeruar të qeverisë. Nishani e lexoi listën në heshtje, duke ndjerë se çdo fjalë ishte një zinxhir i ri që po i vendosej. Por ai nuk tha asgjë. Ai thjesht e palos letrën, e vuri në xhepin e brendshëm të xhaketës dhe u përgjigj me një natyrisht do të bashkëpunojmë ngushtë. Berisha e shikoi me kënaqësi. Ai kishte zgjedhur mirë. Nishani ishte saktësisht lloji i njeriut që ai kishte nevojë në atë pozicion. Por jo të gjithë brenda Partisë Demokratike ishin të kënaqur me këtë dinamikë. Disa antar të vjetër që kishin shërbyer në pozicione të larta për dekada, filluan të shprehnin pakënaqësi në biseda private. Ata e shihnin Nishanin si një arriviste, si dikush që kishte arritur shumë shpejt dhe pa merita të mjaftueshme. Ai nuk ka paguar çmimin që ne kemi paguar, thoshte një ish-ministër në një darkë private. Ai nuk ka qenë në burgje gjatë komunizmit, nuk ka luftuar në vitet e para të demokracisë. Ai thjesht u shfaq në momentin e duhur dhe tha gjërat e duhura. Këto komente arrinin tek Nishani përmes rrjeteve informale dhe ato e lënduan më shumë se sa ai do të pranonte. Ai e dinte se kishte një problem legitimiteti brenda partisë. Shumë e shihnin si një krijim artificial të Berishës, jo si një lider me bazë të vet dhe kjo e bënte pozicionin e tij edhe më të brishtë. Nëse Berisha do të vendoste një ditë se Nishani nuk ishte më i dobishëm, ai nuk do të kishte asnjë mbështetje të pavarur për të mbrojtur pozicionin e tij. Muaji i parë i presidencës kaloi me një ritëm të shpejtë. Nishani mori pjesë në ceremoni zyrtare, priti delegacione të huaja, mbajti fjalime në evente kombëtare. Në sipërfaqe, gjithçka dukej normale. Por prapa skenave, tensionet po rriten. Çdo vendim që Nishani duhej të merrte kalonte nëpër një proces konsultimi me zyrën e kryeministrit. Nëse ai donte të emëronte një këshilltar të ri, duhej të merrte miratimin. Nëse donte të bënte një deklaratë publike për një çështje të ndjeshme, duhej ta koordinonte. Nëse donte të takohej me një lider të huaj, duhej të informonte paraprakisht. Kjo mikromenaxhim e bëri Nishanin të ndjehej jo si një president, por si një menaxher i mesëm që raportonte tek shefi i tij. Stafi i tij presidencial e vuri re këtë dhe filloi të shqetësoi. Disa prej tyre, profesionistë me përvojë që kishin shërbyer edhe president të mëparshëm, e shihnin se diçka nuk ishte normale. Presidenti duhet të ketë më shumë autonomi, i tha një këshilltar i lartë Nishanit në një bisedë private. Ju jeni kreu i shtetit, jo një zyrtar i qeverisë.
por Nishani e dinte se Këshilla e Mirë nuk ndryshonte realitetin politik. Ai kishte pranuar kushtet e lojës dhe tani duhej të jetonte me to. Një moment kritik erdhi në shtator të vitit 2012, vetëm 3 muaj pas inaugurimit të Nishanit. Qeveria e Berishës propozoi një reformë në sistemin gjyqësor që sipas kritikëve do të rrisë kontrollin politik mbi gjykatat. Opozita reagoi me ashpërsi, duke e quajtur këtë një sulm ndaj pavarësisë së drejtësisë. Organizata ndërkombëtare, duke përfshirë Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, shprehen shqetësim. Ambasadorët filluan të telefonojnë në zyrën presidenciale, duke kërkuar takime urgjente me Nishanin. Ata donin të dinin nëse presidenti do ta nënshkruante këtë ligj, apo nëse do ta kthente atë në kuvend për rishqyrtim. Kjo ishte një nga kompetencat kushtetuese të presidentit, të refuzonte nënshkrimin e një ligji nëse ai e konsideronte atë problematik. Por ushtrimi i kësaj kompetence do të ishte një akt i pavarësisë që Berisha nuk do ta toleronte. Nishani e dinte këtë shumë mirë. Ai kaloi ditë të tëra duke u munduar të gjejë një zgjidhje që do të kënaqte të gjithë, por e kuptoi shpejt se një gjë e tillë nuk ekzistonte. Çdo vendim që ai do të merrte do të kishte pasoja. Ai thirri një mbledhje me këshilltarët e tij më të afërt. Dhoma ishte e mbushur me tension. Disa këshilluan që Nishani të refuzonte nënshkrimin, duke argumentuar se kjo do të forconte imazhin e tij si president i pavarur dhe do të përmirësonte marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar. Të tjerë paralajmëruan se një gjë e tillë do të shkaktonte një krizë të hapur me Berishën dhe me qeverinë, dhe se Nishani nuk kishte forcën politike për të mbijetuar një konflikt të tillë. Debati zgjati orë të tëra, por në fund Nishani e dinte se vendimi ishte i tij. Ai nuk mund të fshihej pas këshilltarëve. Kjo ishte përgjegjësia që vinte me pozicionin. Atë natë, Nishani nuk fjet fare. Ai ecte përmes dhomave të rezidencës presidenciale, duke u përpjekur të peshonte opsionet. Nëse nënshkruante ligjin, do të humbiste respektin e partnerëve ndërkombëtar dhe do të konfirmonte imazhin e tij si një president të kontrolluar. Nëse refuzonte, do të hynte në konflikt të hapur me Berishën dhe do të rrezikonte gjithçka që kishte ndërtuar. Në orët e para të mëngjesit, ai mori vendimin. Ai do ta nënshkruante ligjin, por do të lëshonte një deklaratë publike ku do të shprehte shqetësime dhe do të kërkonte që qeveria të monitoronte zbatimin e tij me kujdes. Ishte një kompromis që nuk kënaqte askënd plotësisht, por që i lejonte Nishanit të mbijetonte politikisht. Kur lajmi u bë publik, reagimet ishin të ashpra. Opozita e akuzoi Nishanin për dobësi dhe mungesë kuraje. Organizatat ndërkombëtare shprehen zhgënjim. Mediat e pavarura shkruan artikuj kritik. Por Berisha ishte i kënaqur. Ai e telefonoi Nishanin dhe i tha, "Ke bërë gjën e duhur." Ndonjëherë një lider duhet të marrë vendime të vështira që nuk janë popullore, por që janë të nevojshme. Për Nishanin, ato fjalë tingëllonin si një shpërblim, por edhe si një rikujtim. Ai kishte kaluar testin e besnikërisë, por me çmimin e kredibilitetit të tij. Dhe kjo ishte vetëm fillimi. Do të vinin shumë teste të tjera, dhe çdo herë ai do të duhej të zgjidhte mes pavarësisë dhe mbijetesës. Dhe çdo herë ai po zgjidhte mbijetesën. Por deri kur mund të vazhdonte kështu? Deri kur mund të jetonte me veten e tij duke ditur se çdo vendim që merrte nuk ishte vërtet i tij? Në dimrin e vitit 2013, situata politike në Shqipëri u bë edhe më e tensionuar. Zgjedhjet e përgjithshme ishin planifikuar për qershor dhe të dyja palët po përgatiteshin për një betejë elektorale që do të ishte vendimtare. Berisha e dinte se këto zgjedhje do të ishin një test i madh për të. Nëse fitonte, do të cementonte pozicionin e tij si lideri më dominant në historinë e Shqipërisë së pasluftës. Nëse humbiste, gjithçka që kishte ndërtuar për dekada do të rrezikohej. Dhe në këtë kontekst, ai kishte nevojë që çdo institucion shtetëror të ishte në anën e tij. Duke përfshirë presidencën. Nishani u thirr në një takim tjetër privat. Kësaj radhe, Berisha nuk ishte i relaksuar. Ai ishte i fokusuar, i tensionuar dhe shumë specifik në kërkesat e tij. Gjatë fushatës, presidenti duhet të mbajë një profil neutral, por mbështetës, tha ai. Nuk mund të dalësh hapur dhe të thuash votoni PD, por çdo fjalim që bën, çdo aktivitet që organizon, duhet të ndihmojë klimën tonë. Nishani e kuptoi mesazhin. Ai duhej të luante një lojë delikate ku në sipërfaqe dukej neutral, por në thelb ndihmonte qeverinë në detyrë. Muajt e fushatës ishin të vështirë për Nishanin.
Ai duhej të merrte pjesë në evente publike ku të dyja palët politike ishin të pranishme dhe të sillej në mënyrë që të mos dukej i anshëm. Por çdo fjalë që thoshte analizohej nga të dyja palët. Opozita e akuzonte për favorizim të fshehtë të qeverisë. Qeveria ankohej se ai nuk po bënte mjaftueshëm për të mbrojtur arritjet e saj. Nishani ishte në një pozicion të pamundur. Çdo lëvizje e tij interpretohej, çdo heshtje e tij akuzohej. Ai po mësonte një mësim të hidhur të politikës shqiptare. Në një vend të polarizuar, neutraliteti nuk ekziston. Çdo gjë që bën interpretohet si mbështetje për njërin anë ose tjetrën. Dhe në këtë lojë, ai kishte zgjedhur tashmë anën e tij, edhe nëse nuk e pranonte publikisht. Stafi i tij presidencial po vuante gjithashtu. Disa antar të stafit, profesionistë që besonin në pavarësinë e institucionit, filluan të japin dorëheqje. Ata nuk donin të ishin pjesë e një presidencie që po kthehej në një zyrë mbështetëse të qeverisë. Largimi i tyre ishte një sinjal shqetësues, por Nishani nuk kishte kohë për të reflektuar. Ai ishte i zhytur në mbijetesën e përditshme politike. Zgjedhjet e qershorit të vitit 2013 sollën një rezultat që Berisha nuk e kishte parashikuar. Partia Socialiste fitoi shumicën dhe Edi Rama u bë kryeministri i ri. Për Berishën, kjo ishte një humbje shkatërruese. Për Nishanin, ishte fillimi i një faze krejtësisht të re dhe të pasigurt. Ai tani ishte president, por patroni i tij politik kishte humbur pushtetin. Çfarë do të thoshte kjo për të? A do të mund të mbijetonte si president në një qeveri të re që e shihte si një produkt të Berishës? Apo do të detyrohej të japë dorëheqje? Ditët pas zgjedhjeve ishin kaotike. Berisha ishte i zemëruar, i frustruar dhe po akuzonte të gjithë për humbjen. Disa nga aleatët e tij më të afërt u larguan shpejt duke kërkuar të shpëtonin karrierat e tyre. Të tjerë u përpoqën të negociojnë me qeverinë e re. Nishani ishte në një pozicion veçanërisht delikat. Ai nuk mund të largohej nga presidenca pa u akuzuar për dobësi. Por nëse qëndronte, do të duhej të gjente një mënyrë për të bashkëpunuar me një qeveri që e shihte me dyshim. Takimi i parë mes Nishanit dhe Ramës si kryeministër i ri ishte i ftohtë dhe formal. Rama erdhi në rezidencën presidenciale me një ekip këshilltarësh dhe atmosfera ishte e tensionuar që nga fillimi. Rama foli për nevojën e bashkëpunimit institucional, por toni i tij ishte më shumë kërcënues se sa bashkëpunues. Presidenti ka një rol kushtetues që duhet të respektohet, tha ai. Por ne presim që ky rol të ushtrohet në mënyrë të pavarur, jo si një vazhdim i politikave të qeverisë së kaluar. Mesazhi ishte i qartë, Nishani duhej të provonte se nuk ishte më njeriu i Berishës, ose do të përballej me presion të vazhdueshëm. Nishani u përpoq të sigurojë Ramën se ai do të ishte një president për të gjithë shqiptarët, jo për një parti. Por fjalët e tij tingëllonin bosh edhe për veten e tij. Si mund të binte të tjerët për pavarësinë e tij kur ai vetë e dinte se kishte qenë një figurë e kontrolluar për vite me radhë? Si mund të ndërtonte kredibilitet kur e gjithë historia e tij presidenciale ishte e lidhur me Berishën? Muajt që pasuan ishin një periudhë e vetmisë së thellë për Nishanin. Ai nuk kishte më mbështetjen e plotë të Berishës, i cili tani ishte i fokusuar në mbijetesën e vet politike si lider opozite. Dhe ai nuk kishte fituar besimin e qeverisë së re, e cila e shihte me dyshim të vazhdueshëm. Nishani ishte në një tokë askujt, duke u përpjekur të luante një rol që askush nuk e besonte se ai mund ta luante me sinqeritet. Në rezidencën presidenciale, ai kalonte orë të tëra i vetëm, duke lexuar dokumente, duke përgatitur fjalime, duke u përpjekur të gjejë një mënyrë për të qenë relevant. Por sa më shumë që përpiqej, aq më shumë e kuptonte se pozicioni i tij ishte bërë simbolik në kuptimin më negativ të fjalës. Ai ishte një president pa pushtet real, pa mbështetje politike, pa vizion të qartë. Ishte një figurë që ekzistonte sepse kushtetuta kërkonte që të ekzistonte, jo sepse kishte një rol të domosdoshëm në jetën politike të vendit. Në vitin 2014, Nishani u përball me një nga vendimet më të vështira të presidencës së tij. Qeveria e re propozoi një reformë në sistemin zgjedhor që opozita e akuzoi për të qenë e njëanshme. Berisha dhe Partia Demokratike organizuan protesta masive, duke kërkuar që Nishani të refuzonte nënshkrimin e ligjit. Nga ana tjetër, qeveria e Ramës i bëri presion që ta nënshkruante, duke argumentuar se çdo vonesë do të ishte një akt politik kundër vullnetit të shumicës parlamentare. Nishani ishte përsëri në mes.
Çdo vendim që do të merrte do të interpretohej si mbështetje për njërin palë. Nëse nënshkruante, do të akuzohej nga opozita për tradhti. Nëse refuzonte, do të akuzohej nga qeveria për obstruksionizëm. Ai kaloi javë të tëra duke konsultuar ekspert kushtetutar, duke takuar përfaqësues të dyja palëve, duke kërkuar një zgjidhje që nuk ekzistonte. Në fund, ai vendosi të nënshkruante ligjin, por me një deklaratë ku shprehte shqetësime dhe kërkonte dialog të mëtejshëm. Ishte përsëri një kompromis që nuk kënaqte askën. Reagimet ishin të parashikueshme. Berisha e akuzoi publikisht Nishanin për tradhti, duke thënë se ai kishte harruar se kush e kishte çuar në atë pozicion. Rama e kritikoi për ngurimin dhe për atë që e quajti mungesa e guximit për të mbrojtur kushtetutën. Mediat shkruan për një president të dobët që nuk kishte kurajo të merrte vendime të qarta. Dhe Nishani, i ulur në zyrën e tij presidenciale, lexonte këto kritika dhe ndjente se po humbisnin pjesë të vetes çdo ditë. Ai kishte arritur në majën më të lartë të pushtetit shtetëror, por kjo majë ishte bërë një burg. Ai nuk kishte lirinë të thoshte atë që mendonte, të vepronte sipas bindjeve të tij, të ndërtonte një trashëgimi që do të ishte vërtet e tij. Ai ishte një president që ekzistonte, por që nuk jetonte. Dhe kjo ekzistencë po bëhej gjithnjë e më e padurueshme. A kishte një rrugdalje? A mund të ndryshonte diçka në vitet e mbetura të mandatit të tij? Apo ishte tashmë shumë vonë për të shpëtuar diçka nga kjo presidencë që kishte filluar me premtime të fshehta dhe po vazhdonte me zhgënjime publike? Në pranverën e vitit 2015, Nishani mori një vendim që shumë e konsideruan si përpjekjen e tij të parë reale për të treguar pavarësi. Qeveria kishte propozuar një ligj që ndryshonte procedurat e emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, një institucion kyç për ekuilibrat e pushtetit. Ligji ishte kontrovers dhe shumë juristë të njohur kishin shprehur shqetësime se ai mund të cenonte pavarësinë e gjyqësorit. Për herë të parë në 3 vjet presidencë, Nishani vendosi të mos konsultohej paraprakisht me asnjë palë politike. Ai thirri një grup ekspertësh kushtetutar, lexoi qindra faqe analizash juridike dhe kaloi ditë të tëra duke studiuar precedentet ndërkombëtar. Stafi i tij presidencial ishte i habitur. Ky nuk ishte Nishani që ata njihnin, ai që gjithmonë kërkonte miratim para se të vepronte. Ky ishte dikush që po përpiqej të gjente një zë të vet, edhe nëse ishte shumë vonë. Pas 2 javësh studim intensiv, Nishani mori vendimin. Ai do ta kthente ligjin në kuvend për rishqyrtim, duke përdorur kompetencat e tij kushtetuese. Vendimi u shoqërua me një deklaratë 6 faqeshe ku ai shpjegonte arsyet juridike të refuzimit. Dokumenti ishte i detajuar, profesional dhe për herë të parë në presidencën e tij, vërtet i pavarur nga presionet politike. Kur lajmi u bë publik, reagimet ishin të përziera. Qeveria e Ramës ishte e zemëruar duke akuzuar Nishanin për pengim të reformave. Por edhe opozita e Berishës nuk e festoi vendimin, sepse ai nuk ishte marrë për arsye politike, por për arsye kushtetuese. Nishani kishte bërë diçka që askush nuk e priste, ai kishte vepruar si një jurist, jo si një politikan. Për disa ditë, mediat shkruan me një ton të ndryshëm për të. Kishte respekt të ri në artikuj, një njohje se ndoshta ky president kishte diçka më shumë se sa mendoi. Por ky moment i shkurtër drite nuk zgjati gjallë. Berisha e telefonoi Nishanin menjëherë pas vendimit. Biseda ishte e shkurtër dhe e ftohtë. Çfarë po bën ti? Pyeti Berisha me një ton që ishte njëkohësisht i habitur dhe i zemëruar. Po përpiqem të bëj punën time sipas kushtetutës, iu përgjigj Nishani, duke u përpjekur të tingëllonte i qetë. Kushtetuta, tha Berisha me një të qeshur të hidhur. Ti je atje sepse unë të vura atje. Dhe tani po luajnë lojën e presidentit të pavarur? Kjo nuk është koha për eksperimente, bujar. Kjo është koha për të qenë strategjik. Nishani ndjeu një dhimbje në stomak. Edhe kur po përpiqej të bënte gjën e duhur, edhe kur po vepronte sipas ligjit, ai akuzohej për tradhti. Kjo bisedë e bëri të kuptonte se sa e thellë ishte gropa në të cilën kishte rënë. Ai nuk ishte më i lirë të ishte as ai që donte të ishte, as ai që të tjerët prisnin që të ishte. Ai ishte një figurë e bllokuar në mes të pritjeve kontradiktore, pa mundësi për të kënaqur askën. Javët që pasuan ishin të mbushura me takime të fshehta. Përfaqësues të dyja palëve politike erdhën në rezidencën presidenciale, duke u përpjekur ta bindin Nishanin të ndryshonte qasjen e tij.
Nga qeveria erdhen mesazhe se nëse ai vazhdonte të bllokonte ligje, do të fillonte një fushat publike për ta portretizuar si një pengesë për reforma. Nga opozita erdhen paralajmërime se nëse ai bashkëpunonte shumë me qeverinë, do të humbisnin çdo mbështetje që ende kishte nga baza e Partisë Demokratike. Nishani dëgjonte të gjithë, por nuk premtonte asgjë. Për herë të parë, ai po mësonte të thoshte do të shoh në vend të po ose jo. Ishte një taktik e vogël mbrojtjeje, por e vetmja që kishte mbetur. Stafi i tij e vuri re ndryshimin. Presidenti po bëhet më i fortë, tha një këshilltar në një bisedë private. Por një tjetër ju përgjigj me skepticizëm, ose thjesht po mëson të mbjetoj pak më gjallë. Në verën e atij viti, Nishani mori një vendim personal që pak njerëz e dinë. Ai filloi të mbajë një ditar privat ku shkruante mendimet e tij të vërteta për ngjarjet që po jetonin. Çdo mbrëmje, pas një dite të mbushur me takime dhe ceremoni, ai ulej në zyrën e tij private dhe shkruante. Shkruante për frustrimet e tij, për momentet kur ndjehej i pafuqishëm, për vendimet që donte të merrte por nuk guxonte. Shkruante për biseda që kishte pasur me Berishën, për presionet që vinin nga qeveria, për kritikat që lexonte në media. Ky diar ishte i vetmi vend ku Nishani mund të ishte plotësisht i sinqert. Askush nuk e lexonte, askush nuk e gjykonte. Ishte thjesht ai dhe faqja e bardhë, dhe për disa minuta çdo natë, ai mund të ishte ai që ishte vërtet, jo ai që duhej të dukej. Në një nga shënimet e tij, ai shkroi, sot pyeta veten nëse ja vlente. Të gjitha kompromiset, të gjitha heshtjet, të gjitha momentet kur thash po kur doja të thoja jo. A më ka sjell këtu ku doja të jem? Apo më ka sjell në një vend ku nuk njoh më veten? Në vjeshtën e vitit 2015, një skandal i ri shpërtheu në skenën politike shqiptare. Një hetim gazetaresk zbuloi se disa zyrtar të lartë të qeverisë ishin të përfshirë në skema korrupsioni që lidhen me tender publik. Opozita kërkoi dorëheqjen e tyre dhe filloi një fushat intensive për të presionuar qeverinë. Rama u përgjigj duke akuzuar opozitën për përdorim politik të drejtësisë dhe duke thënë se çdo hetim duhej të bëhej nga institucionet kompetente, jo nga rruga. Në këtë kontekst, Nishani u gjet përsëri në një pozicion delikat. Si president, ai kishte të drejtën të komentonte për çështje të rëndësisë kombëtare. Por çdo fjalë që do të thoshte do të interpretohej si mbështetje për njërin palë. Nëse fliste për nevojën e luftës kundër korrupsionit, do të dukej se po mbështeste opozitën. Nëse fliste për respektimin e procedurave ligjore, do të dukej se po mbrojte qeverinë. Nishani vendosi të mbajë një fjalim publik ku do të trajtonte çështjen pa u angazhuar drejt për asnjë palë. Ai punoi për ditë të tëra në atë fjalim, duke e rishkruar 10 herë, duke u përpjekur të gjejë fjalët e sakta që do të shprehnin shqetësim pa akuzuar, që do të kërkonin përgjegjësi pa emëruar, që do të mbronin parimet pa u bërë politik. Fjalimi u mbajt në një ceremoni zyrtare dhe zgjati 15 minuta. Nishani foli për rëndësinë e sundimit të ligjit, për nevojën që të gjithë qytetarët, pavarësisht pozicionit, të jenë të barabartë para drejtësisë, për detyrimin e institucioneve të veprojnë me paanësi. Ishin fjalë të bukura dhe të sakta. Por në momentin që i tha, ai e dinte se ato nuk do të ndryshonin asgjë. Ato ishin thjesht fjalë dhe në politikën shqiptare, fjalët pa pushtet prapa tyre ishin vetëm zhurmë. Reagimet e mediave ishin të parashikueshme. Disa e lavdëruan për ekuilibrin, të tjerë e kritikuan për paqartësi. Opozita tha se ai nuk kishte pasur guximin të denonconte korrupsionin hapur. Qeveria tha se ai kishte qenë shumë kritik dhe se po përpiqej të destabilizonte situatën. Nishani lexoi të gjitha këto komente dhe ndjeu një lodhje të thellë. Ai ishte i lodhur nga loja e pamundur e të qenit neutral në një vend ku neutraliteti konsiderohej si tradhti nga të dyja anët. Ai ishte i lodhur nga presioni i vazhdueshëm për të kënaqur të gjithë dhe për të mos kënaqur askën. Ai ishte i lodhur nga vetja e tij, nga njeriu që ishte bërë, nga presidenti që nuk kishte guximin të ishte president. Atë natë, në ditarin e tij, ai shkroi vetëm një fjali: sa kohë mund të vazhdoj kjo para se të thyem plotësisht? Në dimrin e vitit 2016, Nishani mori një vendim që shumë e konsideruan si dorëzim final. Qeveria propozoi një reformë në drejtësi që ishte një nga projektet më ambicioze të saj. Reforma synonte të ristrukturonte plotësisht sistemin gjyqësor, të krijonte mekanizma të rinj vlerësimi për gjyqtarët dhe prokurorët dhe të hapte rrugën për një drejtësi më të pavarur. Në letër, reforma dukej e nevojshme dhe progresive.
por procesi i miratimit të saj ishte i kontestuar. Opozita akuzoi se reforma po përdorej si mjet për të kontrolluar drejtësinë, jo për ta pastruar atë. Partnerët ndërkombëtar nga ana tjetër e mbështetnin reformën dhe kërkonin që të gjitha institucionet shqiptare ta mbështetnin. Nishani ishte përsëri në mes. Ai e dinte se reforma kishte elemente pozitive, por edhe rreziqe. Ai e dinte se procesi kishte qenë i njëanshëm, por edhe se refuzimi i saj do të kishte pasoja ndërkombëtare. Pas javësh konsultimesh, Nishani vendosi të nënshkruante reformën. Por kësaj radhe, ai nuk lëshoi një deklaratë të gjatë shpjeguese. Ai thjesht e nënshkroi dhe njoftoi publikun me një deklaratë të shkurtër zyrtare. Ky heshtje ishte më i fortë se çdo fjalë. Ai po tregonte se kishte pranuar se roli i tij ishte bërë thjesht ceremonial, se ai nuk kishte më energjinë për të luftuar betejë që nuk mund të fitoheshin. Stafi i tij presidencial e kuptoi mesazhin. Disa prej tyre filluan të kërkojnë punë të reja, duke parë se kjo presidencë po shkonte drejt fundit të saj pa asnjë arritje të vërtetë për t'u mbajtur mend. Nishani e vuri re largimin e tyre, por nuk tha asgjë. Ai e kuptonte. Pse do të qëndronin ata në një institucion që kishte humbur çdo kuptim real? Pse do të shërbenin për një president që vetë nuk besonte më në atë që po bënte? Në pranverën e vitit 2017, Nishani filloi të përgatitej për fundin e mandatit të tij. Ai kishte ende një vit para se të mbaronte zyrtarisht presidenca, por tashmë po mendonte për atë që do të vinte pas. Çfarë do të bënte ai kur të mos ishte më president? A do të kthehej në politikë aktive? A do të hapte një studio ligjore? A do të largohej plotësisht nga jeta publike? Këto pyetje e mundonin, por më shumë se kaq, e mundon pyetja se si do të kujtohej. Çfarë trashëgimie do të lindte pas? Kur historianët do të shkruanin për presidencën e tij, çfarë do të thonin? A do të ishte ai presidenti që u përpoq të ishte i pavarur por dështoi? Apo presidenti që kur nuk u përpoq vërtet? Apo thjesht një shënim këmbë në histori, një emër në një listë, dikush që kaloi 5 vjet në pozicionin më të lartë të shtetit pa lënë asnjë gjurmë të vërtetë? Një mbrëmje, Nishani u ul me gruan e tij për një bisedë që kishin shmangur për vite. Ata flisnin rrallë për politikë në shtëpi, por atë natë ai ndjeu nevojën të hapej. A mendon se kam bërë gabim? E pyeti ai. Gruaja e tij e shikoi për një kohë të gjatë para se të përgjigjej. Nuk e di nëse ke bërë gabim, tha ajo ngadalë. Por e di se nuk je i lumtur. Dhe kjo është gjëja më e trishtë. Ti ke arritur në maj, por nuk je i lumtur. Ato fjalë e goditën Nishanin më shumë se çdo kritik publike që kishte lexuar ndonjëherë. Sepse ishin të vërteta. Ai nuk ishte i lumtur. Ai kishte arritur atë që shumica e njerëzve vetëm mund ta ndëronin, por çmimi kishte qenë shumë i lartë. Ai kishte humbur veten në procesin e të arritur në maj. Dhe tani, duke qëndruar në atë maj, ai ndjehej më i vetmuar se kurrë. Në muajt e fundit të presidencës së tij, Nishani bëri diçka që pak njerëz e pritën. Ai filloi të takohej me studentë të drejtësisë, me të rinj që po fillonin karrierën e tyre, me njerëz që ende besonin se politika mund të ishte diçka më shumë se një lojë pushteti. Në këto takime, ai fliste me një sinqeritet që nuk kishte treguar kurrë në deklaratat e tij zyrtare. Ai u tregonte atyre për sfidat e të qenit në politikë, për presionet që vinin nga të gjitha anët, për vështirësinë e të mbajtur integritetin kur gjithçka rreth teje të shtyn drejt kompromisit. Mos u bëni si unë, u tha ai një grupi studentësh në një takim privat. Mos pranoni kompromise që do t'ju hanë nga brenda. Sepse në fund, çfarë do të keni fituar? Një pozicion? Një titull? Por çfarë do të keni humbur? Ato fjalë u përhapën shpejt mes të rinjve dhe për një moment Nishani u bë diçka që nuk kishte qenë kurrë gjatë presidencës së tij, një zë i sinqert. Por kjo sinqeritet erdhi shumë vonë. Në korrik të vitit 2017, mandati i Nishanit mbaroi zyrtarisht. Ceremonia e largimit ishte e thjeshtë dhe e shkurtër. Nuk kishte fjalime të mëdha, nuk kishte festime. Thjesht një transferim formal i pushtetit te presidenti i ri. Nishani u largua nga rezidenca presidenciale në një mëngjes të hershëm, pa fanfara, pa kamera. Ai hypi në makinën e tij private dhe u largua nga ajo ndërtesë ku kishte kaluar 5 vjet të jetës së tij. Ndërsa makina lëvizte përmes rrugëve të Tiranës, ai shikoi nga dritarja dhe pa qytetin që zgjohej për një ditë të re.
Njerëzit po shkonin në punë, fëmijët po shkonin në shkollë, jeta po vazhdonte si gjithmonë. Dhe Nishani kuptoi se bota nuk kishte ndryshuar për shkak të presidencës së tij. Ai kishte qenë atje, kishte mbajtur pozicionin më të lartë, por në fund, çfarë kishte ndryshuar vërtet? Vitet që pasuan ishin të qeta për Nishanin. Ai u largua nga politika aktive, hapi një studio ligjore dhe u përpoq të rindërtonte një jetë larg reflektorëve. Por e kaluara e tij e ndiqte. Në intervista të rralla, gazetarët e pyesnin për presidencën e tij, për vendimet që kishte marrë, për marrëdhënien e tij me Berishën. Dhe çdo herë, Nishani jepte përgjigje të kujdesshme, diplomatike, që nuk zbulon asgjë të vërtetë. Ai kishte mësuar të jetonte me sekretet e tij, me pendimin e tij, me pyetjet që nuk do të kishin kurrë përgjigje. Në ditarin e tij privat, që vazhdoi ta mbante edhe pas presidencës, ai shkroi një shënim në përvjetorin e parë të largimit të tij nga posti. Një vit ka kaluar dhe ende nuk e di nëse do ta bëja ndryshe nëse do të kisha mundësinë. Ndoshta jo. Ndoshta do të bëja saktësisht të njëjtat gabime, sepse në atë moment, ato nuk më dukeshin si gabime. Ato më dukeshin si mbijetesë. Sot, kur historianët shkruajnë për presidencën e Bujar Nishanit, ata e përshkruajnë atë si një periudhë tranzicioni, një mandat që nuk la gjurmë të thella në historinë e vendit. Disa e shohin si një viktim të sistemit, një njeri i mirë që u gjet në një pozicion të keq në kohën e gabuar. Të tjerë e shohin si një bashkëpunëtor të vullnetshëm, dikush që zgjodhi ambicione mbi parimet dhe që pagoi çmimin për atë zgjedhje. Por e vërteta, si gjithmonë, është më komplekse. Nishani nuk ishte as hero, as tradhtar. Ai ishte thjesht një njeri që u përball me zgjedhje të vështira dhe që bëri atë që mendoi se ishte e mundur në atë moment. A ishin ato zgjedhjet e duhura? Kjo është një pyetje që vetëm historia mund ta gjykojë plotësisht. Por një gjë është e qartë, presidenca e Bujar Nishanit është një mësim për të gjithë ata që hyjnë në politikë me ideale të larta. Sepse politika nuk është vetëm për ideale. Është për pushtet, për kompromise, për mbijetesë. Dhe nëse nuk je i përgatitur për atë realitet, mund të gjendesh duke humbur veten në procesin e të arritur në maj. Në fillim të vitit 2018, Nishani u përball me diçka që nuk e kishte pritur. Një gazetar investigativ filloi të punonte në një libër për presidencën e tij, duke intervistuar